Paqe që ka bërë video për të gjithë, paqe Brigedë nuk ka bërë video për vete, por nuk ka nevojë fjalët janë të tepërta në këtë rast. Përshëndetje të gjithëve, shumë kënaqësi për mua që të jem prapë ditën e sotme në një aktivitet tjetër. Jam shumë i lumtur që keni lënë që të gjithë shqetësimet tuaja profesionale, familjare që keni ardhur sot ta ndiqni këtë konferencë, e cila në qasje duket një konferencë e vogël, por ka shumë rëndësi sepse dhe tema në vetvete është një temë shumë e rëndësishme për të gjithë, ne mendoj. Dhe në fakt, i gjithë këtë aktivitet do të reflektohet dhe do të transmetohet në media partnerët tanë, të cilët kanë bërë gjithmonë të mundur transmetimet tona televizive të aktiviteteve të shoqatës së gjatë. Pra ndaj them që është gjithmonë çdo gjë përteja asaj që shikojmë dhe media luajnë një rol shumë të rëndësishme, ashtu siç tha dhe kolegu Mikele, për të gjithë çdo gjë që ne trajtojmë në çdo trajtore tona. Dhe një duar të kitën në atë parë për gjithë ju që keni ardhur, sepse keni bërë sot qëndroj para jush jo si një përfaqësues i një organizate, por si një njeri që beson thellësisht në fuqinë e dialogut, në vlerën e jetës njerëzore dhe në domosdoshmërinë e paqes. Në këtë ditë reflektimi dhe falje dua të theksoj se bota ku ne po jetojmë sot është mbushur me trazira, konflikte dhe ndarje që prekin mijëra familje në shumë vende të botës. Çdo luftë, çdo përplasje dhe çdo konflikt politik apo shoqëror që lën pas vetes plagë të thella njerëzore ngelin në memorien tonë shumë gjatë, dhe këto plagë nuk i mbyll as koha lehtë dhe as heshtja. Dhe në Shqipëri kemi kaluar momente tensioni dhe sfida, por unë besoj fort se institucionet janë aleatët më të rëndësishëm që kemi në rrugën drejt stabilitetit dhe ndryshimit, dhe nuk duhet të shohim si kundërshtar, por si ura komunikimi, ku problemet zgjidhen me dialog dhe jo me përplasje ndaj tyre. Në shumë vende të botës sot ka dhimbje të pashprehshme, familje të ndara dhe njerëz që jetojnë në mungesën e të dashurve të tyre. Dhe në këtë ditë falje, është e pamundur të mos ndalesh dhe të mendosh për këto histori njerëzore, për prindrit dhe për fëmijët që presin njëri tjetrin prej vitesh. Ka familje që ende jetojnë me shpresën e ribashkimit dhe ka të tjerë që mbajnë brenda vetes dhimbje të thella për ndarje që nuk ka qenë zgjedhja e tyre. Në këto raste falja nuk është e lehtë, por është një rrugë që na mëson që të shikojmë përtej dhimbjes dhe të mendojmë për të ardhmen. Shpresoj që pavarësisht plagëve të së shkuarës të vijë një moment ku familjet të gjejnë forcën për t'u afruar sërish dhe për t'u përqafuar dhe për të rindërtuar lidhjet njerëzore që koha dhe rrethanat i kanë vendosur në një provë të jashtëzakonshme. Paqja nuk është vetëm mungesa e konfliktit, por paqja është kur një familje ribashkohet, kur një zemër gjen qetësi dhe kur shoqëria zgjedh dialogun mbi ndarjen. Duke vazhduar në këtë reflektim, dua të theksoj edhe një herë se përgjegjësia jonë nuk është vetëm të flasim për paqen, por të ndërtojmë atë çdo ditë me veprimet tona, me zgjedhjet tona dhe me mënyrën se si të trajtojmë njëri tjetrin. Në rolin tim si presidenti i organizatës së gjatë kam parë nga afër histori shumë të dhimbshme njerëzore dhe familjare, dhe njerëz që jetojnë me mungesën e familjarëve të tyre dhe familje që presin prej vitesh një lajm, qoftë dhe një telefonat apo një përshafim të munguar prej vitesh. Këto histori nuk janë statistika, po janë jetë njerëzore që kërkojnë përgjigje dhe mbi të gjitha kanë ende shpresë. Unë besoj se asnjë ideologji në botë, asnjë organizatë dhe asnjë bindje politike nuk mundet të justifikojë ndarjen e familjeve për një kohë të pafundme. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për politik, por për njerëz, për prindër dhe fëmijë dhe për lidhje shumë të rëndësishme themelore për vetë ekzistencën tonë si qenie njerëzore. Në këtë ditë dua të shpreh një mesazh shumë të qartë. Rruga e dialogut është e vetmja rrugë që sjell zgjidhje të stabilizuar dhe të qëndrueshme. Çdo formë përballje dhe izolimi vetëm sa e thellon plagën dhe e bën më të vështirë shërimin e tyre. Ne duhet kemi guximin të pranojmë se falja nuk është një proces i vështirë, por është i domosdoshëm. Nuk është dobësi, por është forcë. Dhe nuk është arrest, por është një përpjekje për të ndërtuar një të ardhme ku dhimbjet e të së kaluarës të mos përsëriten më. Shpresoj që një ditë familjet që sot jetojnë në pritje dhe në largësi për shkak të emigracionit të kenë mundësi të ribashkohen. Dhe shpresoj që çdo hap i vogël që bëjmë sot, sado i tillë të jetë një hap drejt objektivit. Të nderuar të pranishëm. Në përmbyllje të këtij mesazhi dua të rikthej vëmendjen tek thelbi kryesor i kësaj dite, tek njeriu, jo sistemi, dhe jo dallimet, mbi gjitha jo ndarjet, por tek njeriu me historinë e tij dhe dhimbjen
dhe shpresin që ka. Kur flasim për paqe, shpesh mendojmë se është një koncept shumë i madh, i largët apo dhe diplomatik. Por në të vërtetë paqja fillon në momentin kur një familje vendos ta dëgjojë antarët brenda njëri tjetrit, dhe kur një individ zgjedh të mos urrejë, dhe kur shoqëria vendos të mos trashëgojë mëdhimjen si normalitet. Në këtë rrugtim ka patur dhe do të ketë gjithmonë momente të vështira, ka keqkuptime, ka ndarje, ka dhe plagë të hapura. Por unë besoj se asnjëri prej këtyre nuk është më i fortë se dëshira e njeriut për të kthyer tek familja, tek paqja dhe digniteti i tij. Sot në këtë ditë falje dua të them me zemër të hapur se shpresa nuk duhet të shuhet kurrë. Dhe kur rrugët duken të gjata dhe kur fjalët nuk mjaftojnë, dhe kur dhimbja është tepër e thellë, ne duhet vazhdojmë të besojmë se ndryshimi është i mundur. Le të jetë kjo një thirrje për të gjithë që të zgjedhim dialogun mbi përplasjen, të zgjedhim bashkimin mbi ndarjen dhe të jemi duke zgjedhur jetën mbi çdo forme konflikti. Dhe në fund, dua të besoj se një ditë, por jo shumë larg, do të flasim jo më për ndarje dhe pritje, por vetëm për ribashkime, buzëqeshje dhe familje të cilat do të jenë sërish të bashkë. Faleminderit shumë. Dhe në mbyllje të fjalës time duke qenë se sipas këtë po diskutoja dhe me zonjën Lidita që ne ruajmë raporte 3 mujore të aktiviteteve tona. Një lajm i mrekullueshëm për gjithë ata të cilët e mbështesin këtë organizatë është që së shpejti organizata Nexhat do transformohet në diçka shumë të madhe se kaq, jo vetëm për refugjatët iranianë në Shqipëri, por do të vazhdojmë të punojmë për çdo refugjat që vjen në Shqipëri. Faleminderit.